Unë jam shumë e lumtur që sot në studio kemi një vajzë, një ndër vajza e cila e kombinon artin dhe psikologjin me pasionin dhe misionin. Është një vajzë nga Tetova, e cila është diplomuar në nivelin bachelor dhe master në psikologji, por edhe një forcë kreative që e ka ndërtuar ëndrrën e saj me këmbgulje, që nga viti 2020. Ajo ka bën një revolucion nga vendi që ajo vjen, në Tetovë. Tash se këtu pas kemi një më dyshje, një dilemë që na lidhet me temën tonë, apo jo? Po, me të vërtetë, kemi lidhur domethënë edhe temën edhe mysafirën sot e kemi kështu në sinkronizim të përkryer. Në vitin 2020 ajo themelon studion e parë të baletit në Tetovë shqiptar për fëmijë. Por unë nuk dua ta zbuloj asgjë më shumë, mirë po të flasim me një vajzë e cila ka studiuar psikologjin, mirë po tash është edhe themeluese një studio të baletit në Tetovë. Mirë se erdhe Bora Kazimi, edhe faleminderit shumë që u zgjove bashkë me 9:11. Mirëmëngjesi dhe faleminderit shumë për ftesën. Mirëmëngjesi. Është kënaqësi që të kemi këtu në studio, dhe pse tema jonë sot është paksa lidhesh ka me këto ëndrat e tua. Na ke inspiruar ti mund të them. Sapo e dëgjova që tha Valbona je psikologe, ke diplomuar për psikologji, por një pasion që të kthen te baleti. Ç'është kjo? Imponime ke patur apo janë dy dëshira që i ke patur? Që kur e dëgjova temën, po. Edhe tu lidhen dhe po mundosh që ti realizosh. Mund të them që nga kur e dëgjova temën tua, ishte ajo që më erdhi fakti se nuk ka qenë as pak një imponim, duke u nisur që baleti ka qenë një pjesë e ëndrave të mia që shumë e vogël, po. Pastaj kur kam filluar që të jem pjesë e një ekipi, gjithashtu nuk ka qenë një ëndër për hapjen e një studioje. Do me thënë, nuk ka qenë një cak që ja kam... pasion që ke patur ndaj baletit. Po, edhe me këtë e kam zbuluar se faktikisht ajo ëndra që realizohet çdo herë vin nga një hap shumë i vogël çdo ditë dhe jo nga një presion që mund t'ja vendosish vetes si një qëllim dhe një cak që duhet këtu të arri dhe të jap të pamundurën për to. Për mua të paktën nuk ka qenë kështu, ka qenë një ëndër e imja për baletin, një dashuri për të, edhe një punë të vogla çdo ditë të cilat më kanë ndihmuar që të arri deri te realizimi i kësaj ëndre. Kështu që ja që po rumbullaksohet e gjitha, po bëhet realitet. Kjo në fakt e bën edhe më të mua në fakt mendimin që e kam se një person mund të jetë edhe i suksesshëm në shumë sfera të jetës, domethënë mund të jesh i mirë në, nuk e di, në teatro, mund të jesh i mirë, domethënë në muzikë, mund të kesh zërin e mirë, domethënë edhe për opera, diçka, domethënë ëndrat janë të shumta. Në vitin mirë, kjo është okay, të cilët profesionet janë një profil gati të ngjajshëm. Por ky profesion që bën janë dy të kundërta. Po shiko, edhe psikologjia lidhet. Edhe lidhen. Ne do të diskutojmë, pse këtu do doja të dalim, që lidhen, cilat janë ato pikat që e lidhen profesionin me pasionin. Mua në fakt të dyja për njëra tjetrën më kanë ndihmuar shumë. Fakti që në balet kam mosha të ndryshme më kanë ndihmuar të kuptoj se si funksionon një fëmijë, çfarë saktësisht i duhet në atë periudhë kohore të caktuar, po nga ana tjetër psikologjia më ka dhënë atë durimin, mirëkuptimin te fëmijët, të kuptoj se çfarë duhet të bëj unë që t'u lehtësoj punën e tyre në vazhdimsi, kështu që ka qenë një bashkëpunim i të dy profesioneve, po edhe psikologjia, po edhe psikologjia ka qenë një profesion që e kam zbuluar edhe atë kështu gjatë rrugës, nuk është se e kam menduar, e kam parë dikund, apo vetëm nga lëndët të cilat i kemi pasur shkollore, kam vërejtur që këto socialet më kanë pëlqyer shumë. Edhe duke i analizuar të gjitha, përfundova në atë se psikologjia është pikërisht ajo që realisht e dua. Që do të triumfoj, t'ja dali. Po, më thuaj, në vitin 2020, the që nuk e ke pasur si qëllim të hapësh studion tutu të baletit për fëmijë, të parë shqiptare në Tetovë, mirë po më thuaj si erdhi ideja, si erdhi deri tek realizimi, a je vetëm aty në studio, ke edhe vajza tjera të cilat janë, të themi, instruktore, kështu, trenere? Deri tani jam vetëm. Ka nisur, do me thënë ishte periudha edhe e Covidi, që dim që të gjithë ishte një periudhë pak sa një pauzë nga të gjitha, po. Frikshme, të mërshme që edhe mos ishte periudha kur unë, po, realisht, edhe ka qenë periudhë që unë me baletin në të cilin unë isha studente, isha edhe asistente gjithashtu, e patëm një pauzë të shkurtër, shkaku i situatës. Kështu nisi edhe aty në atë periudhë edhe universiteti, edhe ishte një periudhë paksa e ngarkuar, që aty realisht e kuptova se nëse unë nuk e kam baletin, ndjehem plotësisht e humbur. Ishte një diçka që më jepte frymëzimin për të vazhduar, po. Edhe në atë moment, edhe nga ana tjetër, ajo mungesa e një studio shqiptare, ku të kenë mundësinë të gjitha vajzat për të qenë pjesë e baletit, më erdhi edhe kjo ide që pse jo ta provojmë. Edhe ajo nisja ishte shumë e thjeshtë, do me thënë me një grup si fillim, duke menduar se nuk e di se si do ecë, thjesht për ta përmbushur më shumë veten, por në fakt u realizua si një ëndër që plotësoi dëshirën e shumë vajzave në Tetovë.
Shumë interesante. Shumë Unë e di, do më thënë, Tetovo është qyteti 2 universiteteve, ju e keni studion e parë shqiptare të baletit. Dhe baleti konkretisht me fëmijët për momentin, sepse këta do t'jenë ata filizat e rinj që do të rriten, gradualisht do të rriten dhe shpresoj që 1 orë përpara, sa më shpejt që të kemi edhe një shkollë të baletit, besoj dhe shpresoj, por të paktën të letë fillon kuadri, të jeni ju ata nxitset për fëmijët të cilët shumicën me vite më përpara nuk kanë patur një ëndër që e kanë patur siç e ka patur Bora, nuk kanë mundur ta realizojnë, por ja që duhet njerëz paksa me shkëndija më të fuqishme, që ëndrat për tjerë të bëjnë realitet. Mund të themi në periudhën më të vështirë ka marrë një hap kaq të rëndësishëm ku ne nuk e dishim e nesërmja si do të na gjejnë. Gjithmonë gjërat mira krijohen në shpërthime të mëdha. Ndodhen në këta periudhat më të vështira. Unë jam shumë e lumtur që në fakt sot do më thënë punon në një deg të themi pasioni e cila të përmbush ty, mirë po i përmbush sigurisht edhe fëmijët e vegjël, që nga viti 2020 i organizon edhe koncertet, recitalet, si ju thuhet shfaqjeve, të baletit çdo fund vit apo një herë në vit. Më thuaj këtë vit cilat janë planet, si ka shkuar viti, ka pas interesim më shumë, apo pak më pak? Interesimi vazhdimisht vetëm shtohet më shumë, sidomos i vajzave të vogla. Ndoshta edhe ky fakti që ende duhet pak kohë që të kalohet komplet ky paragjykimi i baletit. Vazhdojnë të ketë paragjykime? Mendoj se po. Këtë e besoj nga fakti se grupet më të mëdhaja që i kam pas në balet, kanë filluar gradualisht që të largohen edhe vijnë vazhdimisht vetëm vajza të reja. Edhe kjo më bën të mendoj këtë pjesën që ekziston ende edhe pak fare, po që ka qenë shumë më e theksuar në kohën kur unë isha studente e baletit. E shprehen? Ka ndodhur që ndonjë vajzë të rrëfehet? Po ndodhen nga fakti kur e kuptojmë po. Kuptohet nga ajo kur e shoh se unë pasioni, dashuria është, po në raste të caktuara fillon një aktivitet tjetër, e inkuadrojnë ose universiteti, ose shkolla, japim prioritetin asaj duke i thënë se okej, jo direkt, po që është e dukshme në një farë formë. Imponimi, rikthehemi tek imponimi. Imponimi, sigurisht. Domethënë mund të jetë shumë e suksesshme në një sferë siç është e baletit, mirë po nuk ka... Imponimi është e pengesa e madhe për që bëjmë ato kthesa të çuditshme të jetës dhe pas e pendohemi se pse e bëm. Andaj duhet kemi vigjilencë, duhet të japim syt, sa herë kemi thënë mund të kemi degëzime në drejtimin tonë, në orientimin tonë jetësor që e kemi, nuk duhet të merremi me këta shtërkëmbëzat, që të vëmë theks dhe të harxojmë kohë, por thjesht shikojmë atë synimin tonë që e kemi. Po, mendoj se ka shumë rol të rëndësishëm këtu edhe vetë fëmia, edhe ëndra e tij, duke qenë se unë nga familja ime nuk e kam pas, do me thënë, këtë imponimin, po edhe nga ana tjetër nuk është se e kanë menduar ndonjëherë se unë do kisha bërë hapjen e studios edhe gjitha këto. Thjesht kanë qenë frymëzues, gjatë rrugës kanë pyet nëse do vazhdojsh ende me baletin edhe pyetje të tjera, po që unë e kisha atë ëndrrën e caktuar edhe nuk është se mendoja për të pyet ose për të analizuar se si mund të mendojnë të tjerët për këtë që unë do bëj. Po besoj se kur vërtet është aty shkëndija e diçkaje me punë pastaj edhe arrihet. Ku jemi këtu tek klubi tash, se nisëmëtarët e parë gjithmonë duhet flijohen, shumë gjëra mund të mungojnë, mund të ketë mangësi, por gjithsesi duke ardhur, duke prur ide të reja, edhe ato realizohen, plotësohen dhe mbase mund të ketë në të ardhmen e afër ndonjë konkurrent, mund të hapen, por që do të thotë se ka sukses ky lloj profesioni. Mua do më interesonte qasja jote me fëmijët, sepse lidhet psikologjia, lidhet me fëmijët. Do më interesonte fëmijët, këta që janë të baletit, a bullizohen në shkollë? Apo përkundrazi janë primadona të gjeneratës. Jo se mund të kemi të dy anshme, mund ta kemi këta. Këtu besoj se varet shumë edhe karakteri i fëmijës në këtë rast, po që në të shumtën e rasteve edhe janë më shumë të privilegjuar nga ana tjetër, se shoh shumë momente kur kam pas shoqet se është pjesë e baletit edhe janë frymëzuar që do vijë ajo bashkë me influencerit që tërheqin. Po. Shumë e mirë kjo. Më shumë kjo ndodh se sa tjetra. Unë kam një pyetje shumë interesante, pasi që unë kam studiuar muzikën edhe në shkollë të mesme edhe në fakultet dhe gjithmonë e kemi pasur edhe degën e baletit, do me thënë studentët të cilë i kemi pas kolegë, dhe në shumë vite radhasi ka qenë vetëm një baletan mashkull, shqiptar, i cili është i puncuar në opera, nëse nuk gabohem. Sa është interesimi nga meshkujt? Ky paragjykim pak më i madh edhe pak më shumë kohë për t'u kaluar. Ka pasur raste kur vëllezërit e balerinave, kur kanë ardhur në studio, ju ka pëlqyer edhe kanë dashur që të ndjehen pak më gjatë, të kalojnë më shumë kohë të ndjehen pjesë e grupit.
po që nuk ka pasur asnjëherë mjaftueshëm nxënës që të krijohet grup. Fatkeqësisht. Kjo do të thonë nuk ndodh vetëm edhe nga studiet e vogla të baletit, do të thonë të moshave më të vogla, por kjo ndodhet do të thonë edhe në zhvillim e sipër, pasi që është një ndër drejtimet më paragjikues. I vështirë, shumë i vështirë. Ta bum për vajzat balerina e kemi kaluar sa do pak, do thoja, mirë po tabuja që qëndron, do më thënë, për meshkujt në balet, është do më thënë e të mërshme. Fatkeqësisht. Njëkohësisht të rikthehemi pak te koncertet, sepse i përmenda koncertet, mirë po të tregojmë pak më shumë se çfarë pritet këtë vit, çfarë keni organizuar, sa vajza të marrin pjesë në ndonjë pikë muzikore dhe a organizohet diçka edhe për festat e nëntorit ndoshta? Po, zakonisht kur mbahen shfaqje të ndryshme në Tetov, jemi pjesë gjithmonë të me ndonjë grup, po koncertet të cilat ne i mbajmë janë çdo fund vit akademik, do me thënë diku nga qershori, para se të filloj pushimi veror, mbajmë një koncert në të cilën marrin pjesë të gjitha vajzat, pa përjashtim, si një formë celebrimi i fund vitit edhe mundit dhe punës që kanë dhënë gjatë tan vitit akademik. Temat zgjidhen në mënyrë shumë spontane, çdo herë do me thënë kur kalon viti mendoj këtë vit nuk kam ndonjë ide për të cilën do mendoj, po që gradualisht pastaj me kohë vjen ndonjë ide, ajo të cilën për këtë vit e kemi menduar paksa, edhe pse është herët, po mendojmë që të jetë diçka me këngë shqip. Kjo më ka pëlqyer shumë që të kthejmë atë tradicionalin edhe modernen në një pjesë, pasi arti janë në fund të fundit të dyja. Edhe mendoj se mund të jetë kjo një ide për të cilën. Dhe sa keni problematike në gjetjen e fundusit të veshjeve të kostumeve? Keni hasni probleme të shumta? Unë fatmirësisht bashkëpunoj me shumë vajza edhe djemë të ri në këtë rast. Mund të them fatkeqësisht për atë që nuk kemi fonde edhe të tjera, por jam shumë mirënjohëse për grupin tim, më shumë shoqëria ime, njerëz të cilët jemi gjetur aty këtu dhe jemi bërë një grup për të punuar bashkë. Kam një vajzë të cila është pjesë tani më robaqepse e studios së baletit. Nga ana tjetër i dashurim merret me pjesën e muzikës, një shok tjetër me fotografimin, incizimin e koncertit, kështu që jemi bërë një grup. E keni formuar mozaikun, mirë, se si mund të shfaqet. Sa antarë, do më intereson sa antarë përbën shoqata? Këtu, me studia, më falni. Me nxënës, me nxënës, si sa i keni aty? T'ju them realisht, grupet ndryshojnë shumë, shkaku që vajzat e vogla... Fillojnë nga cila mosh fillojnë deri në cilën mosh? Prej moshës 4 fillojnë. Që në moshën 4 vjeçë? Besa ime që nga gati. Është gati për baleri? Po, gati që nga, po. Ka shumë interesime dhe mosha 3-4, po që 3 janë ende shumë të vogla. 4 vjeç deri në moshën... Nuk kemi venduar një limit të caktuar, kështu që... Për momentin deri sa e keni moshën më madhore? 10-11 duhet jetë deri aty janë. Do të thonë edhe unë mund të vija. Po, patjetër. S'ka limit mosha, po. Nëse ka shumë si puna jote, atëherë me siguri mund të se jo, me ato vajzat 4 vjeçare do të vallëzoj është... Prime do ta kalojnë, do të prishë qefi për profesionin, do të shuhet pasioni me njerë. Mua do më interesonte, ju si u lindi ideja për baletin? Ke parë shfaqje letëshmëria me baletin, po. Ke ndjekur balet? Edhe cila është pika e baletit më shumë që të pëlqen? Se mua për veten time të them është liçeni mjellmave, që më pëlqen shumë. Realisht, po. Mua më pëlqen shumë. Po, është ajo klasikja që... Te ka të 2 medaljet aty e kemi. Po. Unë për vete kam parë ma shumë në televizor baletin, që në moshë shumë të vogël, këtë ma konfirmojnë ma shumë familjarë, shka ku se edhe një periudhë të cilën nuk e mbaj mend, po, që kam qenë gjithmonë kur ka qenë në televizor një këngë, baleti, që jam quar, kam kërcy, po. Po që në Tetov e kam marrë vesh shumë vonë që ka studio baleti. Ka qenë mosha diku 8-9 vjeçare kur unë fillova me baletin. Edhe aty pastaj ka qenë një ëndër edhe një shpërthim kur kam kuptuar se ka studioja, dëshira, energjia, po. Edhe ka qenë shumë emocioni mirë. Do me thënë edhe sot e kësaj dite kujtoja ditën e parë kur jam regjistruar edhe shpresoj shumë që e njëjta energji edhe ndjenjë tjetë edhe për vajzat e vogla. Dhe tash më thuaj, krahasim, nëse të kujtohet. Se ju psikologët zakonisht i kujtoni këto. Se ka këto tipsa, psikologët i kujtoj. Dita e parë që morë pjesë të studiosh baletin, si nxënës e vogël, dhe dita e parë që e hape studion. Është ndjesja e njëjtë? Të kujton diçka? Energjia pozitive është po e njëjta, edhe çfarë është një detaj tani që po e kujtoj edhe mendoj është fakti se
ajo mbrendësia e energjisë pozitive fëmirore ka qenë shumë te unë edhe në momentin kur e hapa studion. Të them të drejtën, as pak nuk kam menduar për pasojat që do vinin më pas. Ka qenë thjesht po. Dolja e fëmija, i lumtur. Po, vërtet, edhe këtë ngjashësim e shote të dyja shumë. Se kishte edhe në rreth që më frymëzonin shumë jashtëzakonisht, atë nuk e mohoj, por edhe të tjerë që ndonjëherë më bënin pyetje. A je sigurt për këtë? Se je në moshë edhe 20 vjeçare, se si do. Unë nuk mendoj asgjë tjetër, as pak. Do me thonë thjesht toja do i kaloj të gjitha, kryesorja unë baletin e kam. Unë vazhdoj. Me psikologjin tani, ku qëndron, po? Ku qëndron psikologjia? Psikologjia ka zënë një vend shumë të rëndësishëm, edhe me kohë e shoh që është thelluar edhe më shumë. Duke qenë se edhe sistemi ashtu funksionon, në fakt zgjedhim herët profesionin. Unë nuk kam bërë edhe një Ne diskutuam në fillim të emisionit. Ne si shoqëri, domethënë në përgjithësi në Ballkan është ky fenomeni që mbarojmë sapo përfundojmë shkollën e mesme, menjëherë orientohemi në një profesion. Kjo është gabimi shumë i madh. Do të thash është shumë e nevojshme të bësh një pauzë sepse në moshën 18 vjeçare të caktosh profesionin e jetës, ndonjëherë është shumë herët. Jemi gjithmonë shumë në ajër, nuk e dim se ku jemi. Pra, mundohemi që të kapemi në një shtek dhe ta krijojmë profesion. Unë mendoj që është mënyra më e gabueshme e prindërve që na imponojnë ose që na japin mundësinë për studiuar, por unë do doja që shumica e prindërve të paktën t'u japin mundësi që 2-3 vite, 4 vite, 5 vite le të shijojnë të mirën, të punojnë, të gjejnë veten, derisa të gjejnë edhe veten. Me përditshmërinë të ballafaqohen mirë dhe pastaj janë ndryshet mund gjikojnë. Prandaj edhe kam menduar se këtu faktikisht edhe kam qenë shumë me fat, që edhe me kohë pastaj e kam parë se pikrisht ka qenë kjo. Se ka qenë kjo ide edhe me biseda shumë me shoqëri që në momente të caktuara kanë thënë se ka qenë shumë herët kur u zgjedh profesioni, nuk e di nëse gjendem pikrisht vetja tani, po kam qenë shumë me fat që me kohë kam vërejtur që edhe ndoshta pa dijenin që e kam pasur në atë kohë, me aq pak dijeni për psikologjinë edhe këto, sot jam aty ku realisht unë e gjej veten edhe ndihem shumë e plotësuar. Pse mendonim, pse shpejtojmë si shoqërinë, pse shpejtojmë në vendimmarrje? Mendoj se, unë e thash edhe pak më herët, mendoj se edhe sistemi është i tillë. Sistemi është që na imponon që të kapemi të jesh pa fakultet, pa universitet, do të thotë pa diplomë, është domethënë fyerje në vendin tonë. Jo. Në shoqëri. Do të thonë ne kemi fakultete, universitete, po pse vendimet i marrim menjëherë ad hoc? Por sa po përfundojmë shkollën e mesme, menjëherë duhet. Po pikërisht ajo, domethënë se nëse je pa diplomë dritro pa, domethënë universitet është je paragjykues. Po prit pak se jeta nuk përfundoi. Po normalisht. Nuk përfundoi nesër pas nesër, nuk i dihet. Po, kemi edhe për të bërë atë. Jashtë e përdorin shumë këtë gap year, që është që kanë mundësinë për të zgjedhur, për të reflektuar, sigurisht. Nuk e kam parë ende askund. Mund të jesh shumë i suksesshëm edhe nëse nuk ke ndonjë diplomë universitare akademike. Domethënë në botë nuk paragjykohen njerëzit nëse nuk kanë fakultet të kryer. Mirë, po këtu te ne, domethënë jemi dhe shoqëri e çuditshme dhe i kemi ato vlera tona të çuditshme të cilat ne i përcaktojmë. Mirë, po gjëja më kryesore është që me të vërtetë ta përmbushim atë fëmijën brenda nesh, të ndjekim ëndrat tona. Tani me psikologjinë domethënë merresh ke ndonjë ide që të bësh të bësh psikologe, kështu, ndoshta edhe private, ndoshta. Për momentin jam edhe në një trajnim profesional për të qenë terapiste e gestalt terapist. Gestalt, po. Po, edhe çfarë është që më shpjegoni tash se unë jam out. Do ta shpjegoj me definicion, unë e di domethënë se e kam bërë, po. Është një lloj terapie për është dege psikologjisë, gestalti në përgjithësi, po, e cila më shumë konkretizohet te momentet e tanishme, përvoja e kaluar që ka ndikuar në fëmijëri, me ato çfarë tash ne bëjmë dhe veprojmë. Kjo është një terapie psikologjike që i bëhet pacientit. Seanca që në terapinë të cilën edhe trajnimin që unë për momentin po bëj, 2 vitet e para janë më shumë të fokusuara te vetja, zhvillimi personal, dhe më pas 2 vite tjera për të qenë edhe psikoterapiste e diplomuar. Që do thotë, pas 2 viteve, dëgjoni, do shkojmë tash. Po. Kemi mike, do shkojmë atje. Do të dish të gjitha galet e mia. Brenga sekrete. Po. Është e patjetërsueshme, domethënë ligj. Bora nuk mund t'i mban mend sekrete, domethënë duke marrë parasysh nga shumë që ka, domethënë me siguri. Bëhet zbërthim. Jo, se sinqerisht ne kemi diskutuar edhe me Valbonën çështjet e terapisë, se si bëhen psikologjike, individuale. Mendoni si shoqëri kemi arritur në atë, domethënë nëse nuk i kemi si institucione, po. A kemi arritur si shqiptar të flasim në atë mendsi, sepse ne gjykojmë njëri tjetrin dhe na vjen shumë më lehtë të shkojmë te pala tjetër për të rrëfyer sesa tek ai që e flas gjuhën e njëjtë. Po, mendoj që përsëri ajo ndihma
profesionale është e rëndësishme pa marrë parasysh të tjera. Po që më shumë paragjykimi ekziston te kjo pjesa që nuk e marrin iniciativën. Ka qenë shumë e theksuar më parë, po që brezat e ri kanë filluar ta ndryshojnë shumë. Se shoh brezat e ri që e kanë shumë të natyrshme që në momente kur kanë pasur një problem, një sakrificë gjatë jetës, e kanë parë si shumë normale që po të kërkojnë zgjidhje. Ja, unë dua të lidhem me drejtorin pasi që edhe përmendë dhe jemi në minutat e fundit. Unë kur kam vendosur domethënë të bëj seanca psikologjike me një psikolog, domethënë nuk ka qenë që unë kam vendosur të jetë shqiptare apo maqedone, mirë po ka qenë në një rekomandim i një shoqës, e cila ka qenë një psikologe maqedone dhe që unë e kam gjetur veten dhe jam rrëfyer në mënyrën më të mirë. Shumë shpesh ndodh që edhe psikologët mos të përshtaten si të them pacientët jo klientët, ata që domethënë që shkojnë tek psikologi të mos ta gjejnë veten me psikolog. Sa është e rëndësishme domethënë që herën e parë kur të shkojnë tek psikologu mos të dëshpërohen, si të them, domethënë të kuptojnë që duhet disa seanca për ta arritur deri në atë pikën për zbërthimin. Atëherë të lidhem pak te pjesa e parë për të cilën folet, nuk e di se si ndodhen te qytetet tjera, por në Tetov nuk ekziston, nuk është e dukshme, jo. Për këtë pjesën se ku do orientohemi nuk është diçka për të cilën diskutohet. Kurse kjo pjesa tjetër besoj se seancat e para janë shumë normale që kërkojnë kohë. Shkaku që të krijohet besimi nga klienti edhe të tjerat, po që të kuptohet personi, karakteri. Edhe ajo lidhja e parë që duhet të bëhet psikologu me klientin, po që mendoj se ajo pjesa e parë është shumë e thjeshtë, nëse iniciativa është marrë, ajo është më e rëndësishmja dhe më pozitivja. Pastaj pjesa tjetër shkon rrjedhshëm shumë. Bora, cilat janë planet në vazhdim, edhe në psikologji, edhe me baletin, të di më shumë. Shpresoj shumë që pjesa e trajnimit të kaloj siç duhet dhe pse jo edhe ndonjë hapësirë për të ju ndihmuar edhe në këtë aspekt të tjerëve, kurse me baletin vazhdojmë që është uvrullshëm me shumë fëmijë, me shumë dashuri, emocion, energji dhe gjitha. Studiot ku i gjejmë studiot të baletit ku e kemi në Tetov është lokacioni. Në Tetov, në Pallat Kulturës diku apo keni hapësira kështu? Jo, është pjesë private. Private keni hapësira? Po. Edhe mund ta gjeni edhe Borën në rrjetet sociale për të gjithë ju prindër që po na ndiqni dhe keni fëmijë të juaj apo edhe siç them unë edhe ne që kemi mbesa, ti drejtojmë pse jo, le të mirën me një aktivitet dhe një përrit më vonë. I kemi domethënë këto studio të cilat me të vërtet po bëni një punë të palodhshme, një energji dhe po ashtu një vullnet i cili mundëson që me të vërtet brezat e ri ti drejtojmë më shumë në art, ti drejtojmë në drejtime që ata duan të ndjekin dhe pasionin, asnjëherë mos i lëm të shuhet. Unë do doja edhe një pyetje të shkurtër. Na thuaj një mesazh për shikuesin, një 2-3 gjëra që njerëzit nuk duhet i bëjnë me fëmijët e tyre. Nuk duhet. Nuk duhet i bëjnë. Unë mendoj që edhe në anën e psikologjisë, edhe të baletit, dashuria është përgjigja përfundimtare dhe e vetmja, që ajo është më e rëndësishmja, po. Ti jepet dashuria, mbështetja, kjo është pjesa kryesore, po, pjesa tjetër patjetër që të shifen fëmijët, domethënë si individ personal, të rritur, po. Mos jetë ajo lidhshmëria dhe ajo mungesa për të shkëputur, po të jenë domethënë individ në vete të cilët do zgjedhin vetë për veten e tyre gjatë jetës. Të jenë si individ, le t'u japin shtys në ëndrat e tyre dhe mos u aprekin në ëndrat. Po. Shumë mesazh i bukur. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Të dëshirojmë shumë suksese edhe besoj dhe shpresoj që një ditë ky nga studio do të kemi edhe institucione të baletit dhe shpresoj që të kemi edhe primo balerina ose balerin shqiptar që do të na bëjnë. Por edhe të presim kur të përfundosh edhe këto kurset e fundit, se kemi të ftuar në studio të flasim për psikologji për ndonjë temë që do Po, sigurisht. përcaktojmë. Do të flasim. Faleminderit shumë. Miq dashur,